Përshëndetje zonja Kuçani, faleminderit që pranua të vini tek ne për intervistë. Përshëndetje, faleminderit, është kënaqësi dhe ju uroj shumë suksese. Mendoj që në një kohë si epoka digjitale ku gjithçka tashmë njerëzit kanë nevojë për informacion, unë jam e bindur që edhe me atë çka diskutuam bashkë dhe me atë çka kuptova në projektin tuaj, do të përcjellni zërin e pastër tek qytetarët. Pas protestave të fundit të thirrur nga Sali Berisha, a keni një plan se si do të vijohet mëtej? Patjetër që ka një plan, siç e kemi thënë, do të ketë protesta të vazhdueshme. Mendoj që në një moment ku kaq delikat për Shqipërinë, ku është minuar demokracia, ku duhet të themi që jo vetëm demokracia, por ka rënë edhe funksionimi i shtetit, pra nuk ka më shtet, institucionet nuk funksionojnë më, çdo gjë është e lidhur drejt për drejt me rrethin e ngushtë e Edi Ramës dhe me Edi Ramën, ashtu siç ka thënë dhe raporti OSBE-dit, pra kemi të bëjmë me një parti shtet. Unë mendoj që partia nga shteti duhet shkëputur dhe në momentin që shkëputet partia nga shteti, atëherë do të kemi funksionim të demokracisë, atëherë do kemi zgjedhje të ndershme, do kemi zgjedhje të lira, se shqiptarët kanë nevojë fillimisht për të pasur zgjedhje të lira dhe për të zgjedhur të lirë. Sa efektive mendoni që kanë qenë protestat deri tani? Kanë sjell diçka konkrete apo kanë qenë vetëm retorikë politike? Po patjetër që kanë qenë shumë efektive, për kaq kohë sa keni parë që Edi Rama është detyruar në pak kohë të ndryshojë gjysmën e kabinetit qeveritar, është detyruar të heqë njeriu më me pushtet në Partinë Socialiste, siç është, po themi, Belinda Balluku, gjë që nuk ishte menduar pa një presion të madh të protestave të opozitës. Protestat të opozitës kanë nxjerrë në sipërfaqe edhe konfliktet e brendshme të Partisë Socialiste. Kemi disa zëra kundra, ne kemi informacion edhe për më shumë, por ne po themi ata që janë publik, siç është Fatmir Xhafa, Elisa Spiropale, Pandeli Majko e disa emra të tjerë. Patjetër që ditët në vazhdim do të bëhen edhe emra të tjerë publik dhe do jenë njerëz të cilët besoj që do shkëputen dhe është në nderin e tyre që Partia Socialiste, nëse ka mbetur sadopak njerëz me integritet, njerëz të cilët nuk janë të përzierë në pazarët e drogës, në pazarët e korrupsionit, është në nderin e tyre për Shqipërinë që të shkëputen nga Partia Socialiste. Ajo nuk është Partia Socialiste, ajo është rilindja për hir të vërtetës. Partia Socialiste janë ata socialistat të ndershëm të cilët për hir të vërtetës janë lënë rrugëve. Duhet ta themi këtë gjë dhe mendoj që tashmë ka ardhur momenti që edhe Partia Demokratike kërkon një parti socialiste, që të mendosh që dikur në Partinë Socialiste ka pasur burra e gra me shumë integritet, njerëz të cilët kur artikulonin politikisht dhe publikisht kishte dëshirë të dëgjojë foltorën e parlamentit, ndërsa sot Partia Socialiste është katandisur me zëqinen dhe shoqet e zëqines. Ka shumë zëra që thonë që retorika e protestës është në fakt për mbuluar problemet e brendshme që ka Partia Demokratike këto kohë. Ju si e komentoni të gjitha këto fashëtheme, le të themi? Për mua ka shumë rëndësi kur Partia Socialiste, mediat që mbështesin jo Partia Socialiste, por rilindjen, narko-pushtetin, narko-rilindjen, mendoj që ka shumë rëndësi që ata përpiqen që gjithë korrupsionin, krimin, shpopullimin, mungesën e shpresës, mungesën e ilaçeve, 1 milion shqiptarë të larguar në pak vite, përpiqen që t'i mbulojnë me duke krijuar, po themi, edhe kur nuk ka kriza në Partinë Demokratike. Patjetër që Partia Demokratike ka problemet e saj. Partia Demokratike do duhet të ringrihet fuqishëm, do duhet të krijojë një ekip fitues. Nuk mjafton një lider i fortë si zoti Berisha, po i duhet dhe një ekip i cili të jetë, po themi, në hapin e zotit Berisha, të jetë në energjinë e zotit Berisha, një ekip i cili duhet të jetë vazhdimisht në terren, një ekip i cili duhet të ketë integritet, njerëz që duhet patjetër të jenë krejt e kundërta e Partisë Socialiste, njerëz të cilët marrin përgjegjësi publike dhe politike, por mbi të gjitha mendoj që ka ardhur koha që Partia Demokratike të kthejë shpresën e shqiptarëve. Shqiptarët sot i kanë syt nga opozita, nga forca më e madhe opozitare, Partia Demokratike, dhe mendoj që ky është momenti ku Partia Demokratike do duhet të ngrihet në lartësinë e Shqipërisë europiane. Patjetër që Partia Demokratike ka disa vepra, veprat më të mira të këtij vendi patjetër që janë bërë nga Partia Demokratike dhe mendoj që edhe integrimi europian, që kryeministri i vendit erdhi duke tundur pasaportën europiane, por nga ana tjetër tha jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian, mendoj që edhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do ta bëjë Partia Demokratike. Por fillimisht Partia Demokratike do duhet të nxjerrë skuadrën në fushë.
nëse këto protesta nuk do të sjellin asgjë dhe do të dështojnë në ditët në vijim, a ka Partia Demokratike një plan B? Po nuk ka në qoftë se. Pra, për mua domethënë të thuash që në qoftë se, unë ju siguroj që protestat, Partia Demokratike ka disa plane, ka disa skenar, të cilët nuk ka rrugë tjetër përveç se Edi Rama të japi dorëheqje dhe të shkojmë drejt një qeverie teknike. Unë ju siguroj që së shpejti do të kemi qeverinë teknike, një qeveri tranzitore ku do duhet që shqiptarët në radhë të parë të jenë të lirë, të votojnë të qetë. Shqiptarët kanë nevojë pikërisht për të ardhur dhe për të votuar për një program, kanë nevojë që shqiptarët të zgjedhin në bazë të asaj çka ju ofrohet familjeve shqiptare. Ju e keni parë që kryeministri i vendit ka pasur tallava, vetëm program nuk kemi parë asnjëherë. I keni parë ato kërcimet moderne në shesh, pra shqiptarët janë të ngopur me këto dhe shqiptarët kërkojnë pikërisht shpresë dhe kërkojnë politika publike. Po që të bësh politika publike, në radhë parë duhet i njohësh politikat publike. Shumica prej tyre, për hir të vërtetës, lejoni ta themi live për televizionin tuaj, për emisionin tuaj, shumica prej tyre jo vetëm se nuk e dinë politikat publike, po kemi nga ata deputet në parlament ku nuk i njohin shokët në shkollën e mesme. Dhe kur them që nuk i njohin shokët në shkollën e mesme, dhe ndoshta kjo do të jetë një sfidë që SPAK-u do duhet ja u bëj, unë për vete i mbaj mend të gjithë shokët e shkollës mesme, shkollës lartë, të masterit, pra dua të them që shumica prej tyre mund të jenë edhe pa diploma, pra të shkollës mesme apo të marra në mënyrë tjetër diploma të shkollës lartë. Kur e them këtë, kjo është këmban alarmi dhe shumë e trisht. Pra do duhet që fillimisht të shohim njerëzit që i kemi në parlament kanë mbaruar shkollën e mesme apo jo, duke përfshirë këtu sipas thashë themeve dhe zonjën Balluku. A ka rrezik që radikalizmi i aksionit opozitar të dëmtojë vetë kauzën për zgjedhje të lira dhe të ndershme? Unë mendoj që Partia Demokratike jo vetëm se nuk është treguar radikale, por Partia Demokratike ju e keni parë kur ka dashur të tregojë muskujt e forcës i ka treguar. E keni parë që Partia Demokratike në këtë momente nuk ka treguar muskujt e forcës. Partia Demokratike ka dalë në një marshim dhe fakti kur thua marshim do thotë që nuk ka forcë, pra tregon sensibilizim, tregon në mënyrë të njëpasnjëshme thirrje për qytetarët që t'i bashkohen, edhe ata qytetarët të cilët për hir të vërtetës kanë frikë. Unë mendoj që ky është një moment që do duhet parë me pozitivitet, do duhet parë me energji pozitive, ku Shqipëria tashmë duhet të vrasi, shqiptarët duhet të vrasin frikën dhe të dalin në protesta për hallet e tyre, jo për hallet e Partisë Demokratike, se Partia Demokratike i zgjidh vetë. Siç i ka zgjidh hallet e vet, ai zgjidh vetë. Unë mendoj që ata duhet dalin për hallet e tyre personale. A mendoni se do të lëshojë Partia Demokratike për reformën territoriale nëse do t'i afrohet të bashkëdrejtimit real të procesit? E dashur, unë e kam studiuar mirë politikën, jam studiuese e saj, jam politologe në formim, edhe unë mendoj që për çdo nismë që ka të bëjë për Shqipërinë, unë jam për të ulur patjetër, sepse parlamenti jeni parë ta shohim në arenë boksësh, në arenë fyrjesh, në arenë ku shpifjesh. Po unë mendoj që parlamenti duhet të jetë arenë debatesh, vizionesh, diskutimesh, po për në të mirën e shqiptarëve dhe në të mirën publike, patjetër që duhet të ulemi të bëjmë edhe negocim për reforma të rëndësishme, siç është reforma territoriale, siç është reforma në drejtësi, do duhet parë edhe reforma në drejtësi, sepse që në momentin që KLP-ja, reforma në drejtësi, menuja sorosiane e servirur si reformë në drejtësi, është kthyer në pikë shumice të lodrave erotike për epshet e antarëve të KLP-s edhe të gjyqtarëve prokurorëve, për mua kjo është shqetësuese për cilin do nga ne, dhe do duhet parë me shumë seriozitet, do duhet parë me shumë kujdes, sepse kjo ka të bëjë me të ardhmen e shqiptarëve. E imagjinoni do të rinjt që shohin ato që do duhet ta shohin si model dhe t'i besojnë, shohin që ai përveç se ju kërkon favore seksuale, nga ana tjetër ju kërkon edhe para. Ku ti marrin demokratët të shkret parat? A ka Partia Demokratike një draft konkret për këto reforma territoriale apo për momentin janë vetëm kundërshtime të projekteve të mazhorancës? Partia Demokratike ka shprehur qartë që jo vetëm se ka një draft, por Partia Demokratike do të propozojë, pra ka propozimet e saj, të cilat do t'ja bëj me dije edhe publikut, edhe mediave, të gjithë palëve të interesuara dhe grupeve të interesit do t'ju bëj me dije se cila është plani për reformën, për të gjitha llojet e reformave të Partisë Demokratike. Patjetër që Partia Demokratike ka në gjirin e saj ekspertë shumë të mirë, ekspertë të cilët punojnë për këtë reforma dhe duhet të themi për t'i vënë në zbatim në të ardhmen, për të ardhmen e shqiptarëve dhe për të ardhmen e Shqipërisë, sepse nëpërmjet këtyre reformave Shqipëria do duhet të
jetë në integrimin europian. Se nuk ka integrim europian me një kryeministër i cili duhet të themi që çdo ditë i del nga një aferë korruptive, me një kryeministër ku 70% të kryetarëve të bashkive i ka nëpër SPAK, me një kryeministër që dy zëvendës kryeministra njërin e ka të arratisur drejtim paditur, patjetër që e dim, po themi në kuptimin figurativ, nga ana tjetër kemi një zëvendës kryeministër tjetër që e kërcënon çdo ditë kryeministrin në zyrën e tij, se nëse do ta lëshojë do të jetë fundi i Edi Ramës. Pra, nuk mendoj, dhe e keni parë që deklaratat e Bashkimit Evropian kanë qenë krejt të qarta dhe kanë qenë fare të drejtë për drejta, duke thënë që Shqipëria nuk mund të integrohet në Bashkimin Evropian me korrupsionin. E pat kryeministrin e vendit si u drejtu zyrtarëve të Bashkimit Evropian, ju tha ka më shumë korrupsion tek ju se sa tek ne. Pra ky Hallexhiu që ka shkuar atje për të kërkuar votën dhe për të qenë pjesë e familjes së madhe europiane, ky shkon e ju tregon europianëve se çfarë duhet të bëjnë europianët, ju tregon për korrupsionin, e keni parë që bën si lider global, ndërkohë që shtëpia e tij i digjet dhe ka marr flak, ky shkon dhe zgjidh hallat e problemeve të europianëve dhe të partnerëve. Ndërkohë që si kërkon kush mendim, se që t'japësh mendim rreth parë duhet shkëlqesh tek shtëpia jote e pastaj t'ju japësh mendim të tjerëve, ndërkohë që ky Shqipërinë ka të ndisur shtëpinë e tij në një vend të pajetueshëm, ku shqiptarët largohen çdo ditë jo për shkak të globalizimit, po për shkak të mungesës së shpresës, ku çdo ditë shqiptarët duhet të themi kanë vetëm një qëllim, të largohemi nga Shqipëria në mënyrë që të kemi një jetë të qetë. Pra shqiptarët sot nuk jetojnë të qetë, nuk jetojnë të qetë dhe nuk jetojnë të sigurt, se duhet të themi që sot shumica e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin, pagat i kemi më të ulta në rajon, pensionet i kemi më të ulta, nuk ka çmime ilaçesh. Me lejoni të ndaj një rast të ditëve të fundit, ku një familje më telefonoi nga zona ime elektorale, e ka fëmin me aftësi të kufizuara dhe gjej momentin për të bërë një thirrje përtej partive, përtej politikës. Kjo është një thirrje shumë shpirtërore si nën rradh të parë. E dini se çfarë do të thotë kur shikon gjyshën e tij me lot në sy, nënën e tij me lot në sy, ku kërkon ndihmë dhe kërkon shpresë nga shteti dhe askush nuk i përgjigjet për fëmin i cili do duhet që në një vend normal të krijoheshin politika sociale për fëmijët me aftësi të kufizuar, për njerëzit në nevojë. Kanë nevojë këta njerëz për të kthyer syt pikërisht. Dhe nëse ka diçka që do duhet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, gjëja e parë që do duhet të bëjë Partia Demokratike është pikërisht të merret me fëmijët dhe me njerëzit në nevojë. Ju nuk e keni idenë se çfarë trishtimi është të shkosh dhe të shikosh çdo ditë këta njerëz të cilët përveç se nuk gjejnë dot zgjidhje, nuk e përballojnë dot me anën ekonomike, sepse pensionet dhe rrogat janë rroga qesharake realisht, por nga ana tjetër shteti nuk ka bërë dhe nuk ka pasur asnjëherë fokus dhe plan konkret për të ndihmuar këta qytetarë. Sa ndikim kanalat ndërkombëtar në vendimin e Partisë Demokratike për të hyrë në reforma? Po, ju i keni parë që ne kemi Partia Demokratike ka numëron disa rezoluta ndërkombëtare në mbështetje të Partisë Demokratike. Ju besoj se keni parë dhe zhvillimet e fundit ku keni parë që vetë ose Odiri e ka thënë që këto nuk kanë qenë zgjedhje të lira. Pra duhet shkëputur partia nga shteti. Pra unë mendoj që këto mendimet ndërkombëtare, ata janë diplomat, japin mendimet e koduara. Vetë sekretari i shtetit amerikan Rubio në ditën e pavarësisë nuk ka uruar, deri më sot nuk është uruar kryeministri i vendit, që quhen vetëm kryeministër, se një kryeministër i cili ka ardhur me votat e krimit të korrupsionit, për mua nuk është kryeministri shqiptarëve. Ky është kryeministri i bandave kriminale, ky është kryeministri i cili patjetër që ka një grup interesash që do duhet t'ju përgjigjet, se me ata ka ardhur në pushtet, dhe për kaq kohë sa ka ardhur në pushtet me grupet kriminale, do duhet që t'ju përgjigjet grupeve kriminale, por më lejoni t'ju them që ky kryeministër jo vetëm se nuk është uruar, por Rubio në mënyrë të drejtë për drejtë në ditën e pavarësisë, në një nga ditët më të rëndësishme, ka uruar shqiptarët për ditën e pavarësisë dhe ka thënë distancohemi nga kartelet e drogës dhe distancohemi nga krimi, nga korrupsioni, nga gjithçka që sot Shqipëria është në faqet ndërkombëtare dhe në faqet e zeza. Realisht mendoj që jo vetëm ne, po të gjithë shqiptarët edhe ata që nuk jetojnë në Shqipëri, sot e shikojnë me trishtim që sapo hapin faqet më të rëndësishme ndërkombëtare, shikojnë që Shqipëria është në faqet e para për kartelet e drogës. Ndërkohë që Shqipëria ka dje me vajza të talentuar që shkëlqejnë në universitetet më të mira të botës, ndërkohë që ne kemi shqiptarë që shkëlqejnë në të gjitha fushat. Kemi parë Mira Muratin, kemi emra të cilët kanë spikatur dhe kanë bërë krenar Shqipërinë. Unë mendoj që Shqipëria do duhet të ishte në faqet më të rëndësishme të botës pikërisht për arritjet, sepse kapaciteti i jashtëzakonshëm të shqiptarëve ka treguar që këta janë të aftë të shkëlqejnë në çdo lloj fushe. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.
Thank you.